Në një ditë të veçantë dhe në një atmosferë gëzimi e mirënjohje, në një sallë të mbushur me miqe të afërm, u festua në Pogradec 25 vjetori CFN Albania. Të gjithë ishin aty, ata që ndërtuan themelet, ata që u lutën, ata që ndihmuan dhe besuan në vizionin dhe ëndrrën tonë. Mes shumë të ftuarve ishin përfaqësues lokal, pastor dhe drejtues të organizatave të ndryshme, të ftuar nga Shqipëria, Kosova, Gjermania, Zvicra, Amerika dhe vende të tjera të botës. Çdo vit ka qenë një gur themeli në ndërtimin e kësaj historie. Mirë se vini në këtë ditë historike. 25 vite Krishti për kombet në Shqipëri. 25 vite besim, shërbim dhe ndikim në Pogradec e jo vetëm. Sot festojmë çerek shekulli besnikëri, një histori e madhe besimi që ka prekur me mira jetë. Faleminderit shumë që jeni bashkuar bashkë me ne. Për te një momenti kaq emocionues për mua, më besoni, ku sinqerisht, ama sinqerisht, ndjehem në këto momente shumë i vogël përpara jush. Për faktin se kjo histori është shumë më tepër se sa vetëm një fest e një 3 orëshi. Në fakt, ndodhem përballë jush sot me kujtime dhe përjetime nga më të ndryshme. Kjo vepër madhështore që nisi me besim bart sakrifica, punë, net e muaj pa gjumë, si dhe shumë lutje. Nisi në një ditë zakonshme kur mentor dhe Frosina Rama i thanë po kërkesës për të bërë drejtues të kësaj mrekullie. Krishti për kombet në Shqipëri. Në një moment kur nuk dukej asgjë dhe kur ata nuk kishin asgjë, ata panë me besim se kishin gjithçka. 25 vjet nga themelimi i CFN-s në Shqipëri. Kjo është shumë më tepër se sa vetëm një përvjetor. Por është një moment historie e shkruar në fakt me djers, me lot, me gësim dhe me sakrificë. Është një dëshmi e gjallë se Perëndia kur thërret, ai jep edhe forcën për ta përmbushur thirrjen e tij. Dua të falenderoj për gjithë kontributin tuaj, për lutjet, për kushtimin, për këshilla, veçanërisht në vitet e para, të cilat ne ishim shumë të rinj, mbaj mend që un kam qenë vetëm 22 vjeç kur kam filluar këtë shërbes, shumë e re, pa eksperiencë, zemra rrifte për Zotin dhe doja të arrija atë çfarë Zoti na kishte thënë, por pa ndihmën e Perëndisë dhe pa ndihmën tuaj nuk do kishim arritur, kështu që kjo është shërbesa jon, nuk është shërbesa e jona si çift apo e ne si skuadër, po së bashku me trupin e Krishtit, së bashku me kishën, sepse ky vizion në fakt i shërben kishës në Shqipëri. Sot unë zemrën të jap, të jap shpirtin tim, unë veç për ty jetoj, sa herë fryrë marr, çdo moment që jetoj. Pogradeci, qyteti që u prek i pari nga kjo histori, kishte të pranishëm përfaqësuesit e tij nga Këshilli Bashkiak, që shprehen falënderime për çdo bashkëpunim dhe ndihmë për komunitetin. Sot jemi mbledhur në këtë jubilej të veçantë, 25 vjetorin e fondacionit Krishti për kombet. Për mua në fakt është kënaqësi të jem këtu, jo vetëm si kryetare e Këshillit Bashkiak, por si një motër edhe mike e hershme e këtij fondacioni. Përmes veprave tuaja konkrete, dashurisë për njerëzit, shërbimit tuaj, ju keni treguar dhe keni lënë gjurmë të prekshme në komunitet. Në emër të Këshillit Bashkiak, unë ju shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tim më të thellë. Festa e 25 vjetorit ishte një moment i veçantë falënderimi, një mundësi për të parë mbrapa e për të kujtuar rrugtimin njerëzit dhe historitë që kanë lënë gjurmë. S'ka gëzim më të madh se sa të shohësh vizionin që Zoti ka sjell në zemrën tuaj, duke e bërë të gjallë përmes veprave. Kam parë dhe e di se sa shumë familje janë bekuar përmes kësaj shërbese këtu në Pogradec, por edhe me gjërë. Dhe sot dua që në emër të gjithë vllazërisë ungjillore të Shqipërisë të përcjell urimet më të përzemërta për ju, ndërsa festoni 25 vite shërbes. Dhe dua t'ju inkurajoj të vazhdoni punën e mirë që Perëndia ka nisur në ju. Të vazhdoni punën që Zoti ka vendosur në zemrën tuaj, sepse ashtu si fjala e Zotit thot duke qenë i bindur për këtë, që ai që nisi një punë të mirë
do ta përfundoj deri në ditën e Jezus Krishtit. Sot kjo shërbes është një pemë që ka dhënë frut, duke shpall me guxim ungjillin, duke dishepullizuar besimtarët dhe duke treguar dashurinë e Krishtit në çdo cep të këtij komuniteti. Në emër të Kishës Protestante Ungjillore të Kosovës, dëshoj t'ju nderoj juve sot, pastor, drejtues, vullnetar e besimtar, ju që keni ndërtu këtë shtëpi besimit këtu në Pogradec. Dëshoj me nderu punën e mentorit e Frosinës, e sidomos për faktin se mentori është një birë Kosove, e sot kemi drejtë edhe ne pak më u krenue. Por ne nga Kosova kemi dashur me lanë diçka këtë ndërtesë, si një kujtim që ta mbani sa herë që luteni për neve. Kështu se këshill drejtues, ne kemi vendosur me sjell një gurit Kosovës. E kemi marrë prej Mitrovice, prej pjesës më veriut të Kosovës, është një gur i çmueshëm që është nxjerrë prej nën tokës vendit tonë. E dëshoj që ta mbani këtë ndërtesë në këtë përvjetor si një shej që të luteni edhe për veriun e Kosovës e për çdo pjesë të vendit tonë. Që sot në emër të Kishës Kosovës dëshojmë ta lëmë këtë ndërtesë një gur i çmueshëm të Kosovës që ta mbani e të luteni për neve. Zoti ju bekoj shumë. Shumë faleminderit më pak. Zoti ju bekoj. Cofono Albania ka qenë për një çerek shekulli histori, një vatër frymëzimi, formimi dhe mbështetje për mira njerëz, familje breza të rinj. Heute ist ein Tag der Erinnerung und der Wertschätzung. Sot është një ditë për ta kujtuar dhe për ta vlerësuar. Vor allem ehren wir den dreieinigen Gott Para së gjithash, ne falenderojmë Perëndin në Trini für alles, was in diesen Jahren hier getan hat. për atë që ai ka bërë në gjithë këto vite. Aber wir sagen auch ganz bewusst Danke zur gesamten Familie Rama. Por faleminderit të gjithë familjes së Rama. Mentor Frosina, ihr habt euch der Berufung Gottes bis heute treu erwiesen. Mentor dhe Frosina, ju I keni qëndruar besnik kësaj thirrje të Perëndis. Und habt dieses Werk mit Hingabe geleitet. Dhe e keni drejtuar këtë punë me shumë përkushtim. Seitdem ist dieser Ort dafür bekannt, dass hier das Wort Gottes mit Vollmacht gepredigt wird. Dhe që për asaj kohe ky vend është quajtur një vend ku fjala e Zotit shpallet fuqishëm. When the time comes to pass the baton on to the next generation, Pra, kur të vi koha për t'ja kaluar stafetën brezit tjetër, the word of God is still going to be with the stiftung, fjala e Perëndisë do të jetë prap në këtë qendër and the command would still be, do not fear, dhe urdhresa e tij do të jetë ende mos kini frikë, but let the joy of the Lord be your strength. por lejoni që gëzimi I Perëndisë të jetë forca juaj. I'm really honored to represent Christ for the Nations Dallas here. Unë jam shumë I nderuar që të përfaqësoj Krishtin për kombet Dallas sot këtu. I was here 10 years ago Isha këtu para 10 vjetësh, when much of this building did not exist. kur shumica e kësaj ndërtese nuk ekzistonte. But glory to God, Por lavdi Zotit, He set the plan in motion, ai e vendosi planin në rrugë and under the banner, do not fear, dhe nën flamurin mos ki frikë, the work will continue. puna do të vazhdojë. God bless you. Zoti ju bekoft.
CFN Albania, ndër vite ka dëshmuar besnikrinë e Perëndis e për kushtimin e një ekipi që ka shërbyer me pasion dhe përullsi. Në këtë udhtim 25 vjeçar, nuk kemi ecur veç, miq, por kemi ecur gjithmonë me idetë e Zotit. CFN-ja nuk është i dijuar nga dora dhe mendimet e njerëzit, por është i dijuar nga dora e Perëndisë. Dhe mbi gjithçka, dora e Zotit e fuqishme ka qenë dhe na ka shoqëruar. Çdo hap ka qenë i shoqëruar me sfida, por edhe me drejtim dhe mrekulli të vazhdueshme. Sepse sot, fakti që jemi sot këtu, ulemi në një vend që quhet ndërtesa e besimit. Çdo ditë ka qenë një përvojë besimi për mua dhe për familjen time. Por edhe një rast kur ne vetë jemi rritur dhe jemi fuqizuar në besimin tonë. 25 vjet nuk janë pak. Në jetën e njeriu, 25 vjet në fakt përfaqësojnë maturinë e jetës. Është koha ku femëria ka përfunduar dhe tashmë ekziston një njeri i rritur dhe e përkthyer në shërbesen e CFN-s sot. E ne t'ja gjevlen edhe për ne. Fëmia në këtë vend që tashmë është CFN-ja, në fakt e ka kaluar stinën e saj të femërisë me ditën e sotme dhe ka hyrë në të thellat dhe në drejtimin ku mezi presim çfarë Perëndia do të bëj në dekadat në vazhdim. Sepse nderi dhe lavdia të përket ty, Perëndi i dashur, sot edhe për jetë. Të falenderojmë o Zot që vepra jote është kaq e madhe, Zot. Të falenderojmë për besnikrin tënde, Zot. Të falenderojmë për mrekullinë, Zot. Falenderit për vizionin që erdhi prej teje për CFN-n, Perëndi i dashur. Lutem o Atë në emër të Zotit Jezus që ungjilli të përçohet anë mban nga ky vend, fjala jote të dëgjohet, fryma jote të nderohet, e plani i Jezus Krishtit për këtë kom të bëhet. Pas 25 vitesh, mesazhi është i qartë, puna vazhdon, vizioni mbetet i gjallë dhe historia e CFN Albania është ende duke u shkruar me faqe të reja, që do të tregojë për besnikrinë e Perëndisë e për njerëz që vazhdojnë të shërbejnë atij me gjithë zemër.